Nxënës të shkollave 9-vjeçare të qytetit të Shkodrës ishin protagonistë të një veprimtarie festive me titull Fëminia që du, e organizuar në kuadër të ditës ndërkombëtare të fëmijëve nga shërbimi psikosocial në zyrën vendore të arsimit në Shkodër. Përfaqësues të arsimit dhe të pushtetit vendor, në fjalën e tyre, vumtheksin tek rëndësia që ka kjo ditë, jo vetëm për të shënuar si një fest për të vegjëlit, por edhe si një thirrje për reflektim shoqëror mbi kushtet dhe të ardhmen që ofrohet fëmijëve. Festa e fëmijëve në fakt nuk është vetëm një datë në kalendar, është një kujtesë e përvitshme për të gjithë ne që fëmijëria është pasuria më e çmuar e një kombi. Në këtë aktivitet që quhet Fëminia që du, jena mbledh me festu në fakt, por nga ana tjetër na shërben shumë që përmes kësaj feste edhe të reflektojmë, edhe të ndërgjegjësohemi. Ne si mësimdhënës kemi një mision, që të punojmë çdo ditë, që sistemi arsimor të jetë gjithëpërfshirës, që respekton individualitetin e secilit prej jush, por që të përgatisë fëmijë jo vetëm për provime, por edhe për jetën. Ne shpesh themi që baza e një shoqërie është familja. Por që kjo familje të buzëqesh, duhet të ketë fëmijë të lumtur, sepse nga lumturia e tyre merr më shumë forcë, më shumë frymë dhe vetë shoqëria. Prandaj neve nuk do të kursejmë asnjëherë. Bëjmë më të mirën e mundshme për fëmijët tanë, sepse shpesh themi që ato janë e ardhmja, por ama e ardhmja duhet jetë e sigurt. Duke bërë detyrën ndaj jush, bëjmë një detyrë shumë të madhe, jo vetëm për qytetin tonë, por edhe për prindrit tuaj, edhe për gjyshrit tuaj, sepse i garantojmë buzëqeshjen. I garantojmë që familjet dhe shtëpitë e tyre nuk do të mbeten bosh. Ju do të rriteni të lumtur në qytetin tonë. Tonë që të japin mesazhe ndërgjegjësuese në lidhje me varësinë e teknologjisë në jetën e fëmijëve, por jo vetëm, por edhe promovimin e zgjedhjeve të duhura të një jete aktive, të bukur dhe me përjetime reale për fëmijët larg ekranit dhe larg telefonit. Ky aktivitet është konceptuar duke udhëtuar nëpërmjet skenave të ndryshme, performancave të ndryshme që vijnë nga shkollat 9-vjeçare, me nxënësit e mrekullueshëm që kanë sjellë performanca vërtet të jashtëzakonshme, ku secila performancë jep një mesazh të thjeshtë, të qartë dhe çka është më rëndësishme atë vërtet për jetën e tyre reale, ku na bën dhe ne më të përgjegjshëm për të kuptuar realisht se cilat janë nevojat dhe ku duhet fokusohemi për të krijuar një mjedis sa më të shnetshëm për zhvillimin e tyre fizik dhe emocional. Këngët, vallet dhe aktrimi, si dhe performancat e tjera artistike, erdhën në këtë veprimtari me mesazhe të rëndësishme mbi ndikimin e teknologjisë dhe nevojën për ndërveprim social, si dhe rëndësia që ka një jetë e shëndetshme dhe aktive tek fëmijët, me qëllim që nesër ata të rriten si qytetarë të dobishëm të shoqërisë. Ky aktivitet është pjesë e një cikli veprimtarish që synon njohjen nga ana e nxënësve dhe të rinjve me të drejtat e tyre dhe trajtimin e problematikave që ato përballen në përditshmëri në institucionet arsimore dhe jo vetëm.